Mirëmbrëma, jeni me edicionin më të ri të emisionit 60 minuta ku ju sjellje më të rehat nga vendi e bota. Artan Muhaxhiri do t'jetë pas pak me ne në studio, me cilin do të flasim për gjithë blokadën e krijuar ku Kuvendi i Kosovës asot nuk arriti të konstituohet. Madje kryesuesi i kësaj seance nuk e vuri fare në votim emrin e Albulena Haxhiut për krye parlamentare, derisa vetëvendosje kërkoi marrëveshje politike. Se si mund të arrihet kjo marrëveshje politike duke i parë qëndrimet e partive politike, pse vetëvendosje po insiston që Albulena Haxhiu të jetë emri vetëm deri më tani për krye parlamentare, dhe apo shohim indikacione se situata mund zhbllokohet duke i parë numrat e partisë fituese, dhe apo blen kohë mjaftueshëm vetëvendosja për të arritur një marrëveshje politike edhe për formimin e qeverisë. Të gjitha këto i diskutojmë pas pak, por si zakonisht lajmet kryesore të ditës në fillim. Ndërpritet seanca për konstituimin e Kuvendit, vetëvendosje kërkon marrëveshje politike. Partitë akuzojnë njëra tjetrën për bllokim të konstituimit të Kuvendit. 7 persona të arrestuar si të dyshuar për vrasjen e polisit Muhamet Lika në mesin e tyre një ish pjesëtari i FCK-s. Motivet e vrasjes sipas prokurorisë ndërlidhen me punën e tij si polec. Policia e Kosovës arreston 3 të dyshuar për krime lufte kundër popullatës civile. Ata dyshohen se në cilësi të gardianëve kishin marrë pjesë në maltretimin e rrahjes shqiptarëve. Pas një sëmundje të rëndë ka vdekur Papa Francesku i Kishës Katolike Romane. Ai një ditë më parë pasi uroi besimtarët kishte bërthirrje për armë pushim në gaz. Është ndërprer seanca e sotme konstituive Kuvendit të Kosovës, pasi vetëvendosje nuk e hodhin në votim emrin e deputetës Albulena Haxhiu. Deputeti i Lëvizjes vetëvendosje Glau Konjufsa ka kërkuar marrëveshje politike për zgjidhjen e ngërçit e zgjedhjes së kryetarit dhe të nënkryetarëve të Kuvendit të Kosovës. Pas këtij propozimi të Konjufsës, kryesuesi i Kuvendit Avni Dehari ndërpreu seancën konstituive, derisa paralajmëroi se vazhdimi i seancës do të ndodhë të mërkurën. Pas ndërprerjes së seancës, PDK-ja ka kërkuar që vetëvendosje të propozojë një emër tjetër, ndërsa deputeti i vetëvendosjes Kuran Murati ka thënë se opozita nuk po tregon vullnet për të ecur përpara, ndonse ka mundësinë ta zhbllokojë procesin. Ndërsa shefja e grupit parlamentar të LDK-s Hykmete Bajrami ka deklaruar se lëvizja vetëvendosje po kërkon nga të gjithë deputetët në Kuvend të votojnë pro kandidatës së tyre për kryetarin e Kuvendit. Pa krimin e një mazhorance këtu në Kuvend për kryetarin e Kuvendit, nuk do të mund të themelohet vetë Kuvendi. Mirë, po kjo e njëjta logjikë është edhe për nënkryetarit. Atëherë ne, zoti kryesues, kërkojmë një kushtesë që të mos përsëritet situata e njëjtë të cilën e patëm 3 herë radhazën Kuvendin e Republikës Kosovës. Dalja është tashmë e qartë. Lëvizja vetëvendosje duhet ta gjeni kandidat apo kandidate tjetër, sepse kandidatja që ka dështuar do dështoj përsëri për të marrë shumicën, dhe unë besoj që nuk duhet ta lajnë peng Kuvendin e Kosovës, por edhe qeverinë e ardhshme, për shkak të tekeve, qofshin ato edhe problemet brendshme apo çka do tjetër. Me qenë se po shihet qartë që partitë opozitare nuk e kanë ndërmend që të ecin tutje dhe të zhbllokojnë procesin e konstituimit të Kuvendit, duhet ndoshta që të ulemi njësoj siç u bë. Pra, kur kishte konsultime mes subjekteve politike për raportin e verifikimit mandateve, pra po shihet që për çdo hap të gjatë rrugës duhet ketë një dakordim dhe konsensus politik në mënyrë që të zhbllokohet procesi. Kërkesa për kohë shtesë edhe për 48 orë tjera për të arritur një marrëveshje politike ku këta a priori insistojnë se nuk do ta ndryshojnë emrin e kandidatës dhe në të njëjtën kohë insistojnë në atë që është drejt e këtyrja, në anën tjetër gjithashtu kërkojnë nga deputetët që ata të votojnë sipas vullnetit të lëvizjes vetëvendosjes dhe jo sipas vullnetit të tyre. Kjo veç vullnet për marrëveshje politike nuk është. Në situatën aktuale, ashtu siç po deklarohen grupet parlamentare politike të opozitës deri tashme, i bie që menjëherë pas arritjes së një shumice që kërkohet për zgjedhjen e kryetares së Kuvendit me 61 vota për, atëherë ne si grupi më i madh parlamentar kemi forcën që të bllokojmë apo numrat që të bllokojmë zgjedhjen e nënkryetarëve, për arsye se menjëherë janë edhe 2 votime tjera.
Edicionin e vazhdojmë me informacione të tjera, ku të paktën 3 persona janë arrestuar këtë të hënë në ndyshimin se kanë kryer krime lufte kundër popullatës civile në burgun e Prishtinës dhe atë të Lipjanit në cilësinë e gardianëve, duke marrë pjesë në maltretim, rrahje, torturim fizik dhe psiqik të të ndaluarve shqiptar. Siç thuhet në njoftimin e policisë, fillimisht në qytetin e Lipjanit, në 2 lokacione të ndara janë lokalizuar dhe arrestuar i dyshuari me inicialet BD, mashkull dhe e dyshuara NQ në vazhdimsi të aktivitetet operativ në Prishtinë. Thuhet se është lokalizuar edhe arrestuar edhe i dyshuari tret me inicialet MI mashkull. Ata dyshohen për vepra penale, krime lufte kundër popullatës civile të kryer gjatë 98-99 në burgun e Prishtinës dhe të Lipjanit në cilësi të gardianëve zyrtar korrektues në të Prishtinës dhe qendrën korrektuese të Lipjanit, ku kanë marrë pjesë në maltretimin, rrahjen, torturimin fizik dhe psiqik të të ndaluarve shqiptar, thuhet në njoftimin e policisë. Tutje është bërë ditur se të arrestuarit janë shoqëruar në zyrat e drejtorisë së hetimit të krimeve të luftës dhe janë duke u intervistuar. Ministri në detyrë mbrojtjes e Maqedonësi ka mohuar raportimet se ka deklaruar bashkangjitjen e Bullgarisë në marrëveshjen e mbrojtjes mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë. Ai ka theksuar se nuk ka pasur kontakte me këtë shtet dhe ka shtuar se ka cituar kryeministrin kroat sa e përket kësaj çështje. Kemi një konfirmim nga Bullgaria, e cila ka diskutuar më herët me ministrin kroat për mundësinë që të bashkangjitet kësaj marrëveshje trilaterale, ka deklaruar Maqedonësi në një intervistë për TRT në Ballkan. Dërsa për Kosova presin ai ka thënë se më 18 mars, në ditën kur është nënshkruar marrëveshja trilaterale, kryeministri kroat ka përmendur mundësinë që shteti bullgar të bashkohet kësaj aleance ushtarake. Por unë në asnjë rast nuk kam thënë që kam pasur kontakte me Bullgarinë, ka deklaruar Maqedonësi. Policia e Kosovës ka arrestuar 7 persona të dyshuar për planifikimin dhe kryerjen e vrasjes së reshterit Muhamet Lika, e cila besohet se u krye për motive që ndërlidhen me punën e tij zyrtare. Drejtori i përgjithshëm Gazmend Hoxha bëri të ditur se për vrasjen e Likës janë mbastisur 9 lokacione. Njëri nga të dyshuarit për vrasjen e reshterit, që sot i ka mbushur 18 vjeç, që nuk kupton se kur e kishte kryer aktin, ai ishte i mitur. 7 persona janë arrestuar të hënën gjatë bastisjeve të kryera në 9 lokacione të ndryshme në Kaçanik e Klin, në ndyshimet se janë të përfshirë në vrasjen e reshterit të policisë Muhamet Lika. Reshteri Lika, i cili u vra më 1 prill të këtij viti në hyrje të banesës së tij në Kaçanik, sipas drejtorit të policisë së përgjithshme Gazmend Hoxha, dyshohet se është vrarë për shkak të punës si pjesëtar i policisë. Reshteri jonë ka qenë në detyrë zyrtare kur ka ndodhur të raste dhe mandej ka punu në mbështetjet e timeve të policisë me qëllim ndryshimit të rasteve të mëhershme. Dhe vonë tem persona dyshim që kanë qenë disa prej tyre kanë qenë të arrestuar të raste të mëhershme që ndërlidhen me pamfletje dhe po ashtu në djegjen e gjykatës në Kaçanik. Hoxha bëri të ditur se njëri prej të arrestuarve është ish pjesëtar i FSK-s dhe një 18 vjeçar. Gjatë ditës së sotme është arrestuar një person i cili është fëmia apo biri një policie ton në shtëpinë e cilit ne kemi kryer bastisje. Me qëllim verifikimit çdo mundësie të mundshme është sekuestruar arma aktiv zyrtare, është armë zyrtare e policisë Kosovës, një policie që punon në drejtimin e policisë kufirit. Gjatë operacionit policor të zhvilluar në Kaçanik e Klin, pjesëmarrës ishin 170 pjesëtar të policisë, ku janë konfiskuar 2 vetura, armë, fishek, 2 lbi e dëshmi të tjera që ndërlidhen me rastin. E kryeprokurori i prokurorisë themelore në Ferizaj, Burim Qerkini, tha se janë marrë të gjitha masat e nevojshme që drejtësia të vihet në vend. Ata do të shkojnë në mbajtje dhe do të vazhdohet me procedurat e mëtotjeshme. Ne, si prokurori themelore dhe gjithashtu dhe si policia e Kosovës, ja kemi pas borxh policisë Kosovës dhe reshterit Muhamet Lika që të bëjmë këto veprime procedurale dhe në fund të kemi këtë rezultat të cilën e kemi tani. Prokuroria themelore në Ferizaj ka njoftuar se ka kërkuar nga gjykata që t'i caktohet masa e paraburgimit edhe një të mituri, i cili tash ka mbushur 18 vjet, që nënkupton se kur është kryer akti, ai ishte i mitur.
Ekziston dyshim i bazuar se më 1 prill 2025 rreth orës 23 në Kaçanik, në katin e dytë të hyrjes së ndërtesës, i mituri në bashkëhyrje me madhorët, me dashje dhe përgatitje paraprake ka privuar nga jeta tani të ndjerin zyrtarin policor ML, në atë mënyrë që viktima pas përfundimit të orarit të punës, rrugës për në banesën e tij, i cili ishte në përcjellje në vazhdimsi nga madhorët, deri te hyrja e banesës së tij, pasi që hyn në objektin e banesës ku ka jetuar duke u ngjitur shkallëve. I mituri shkon nga mbrapa dhe me të takuar të ndjerin, ka shtënë në drejtim të tij me armë zjarri. Për vrasjen e rreshterit Lika patën reaguar kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Sfeçla, të cilët kanë thënë se vrasja e tij është sulm ndaj institucioneve.